Jemi live nga studiot e Top Channel me përshqiptarët dhe siç e thash pak më parë, tani do të ndalemi në një tjetër histori. Dy gjyshër gjatë këtyre ditëve kanë trokitur në dyert e fondacionit me një breng shumë të madhe. Do t'i mirëpres tani në studio, ata janë zoti Seid dhe zonja Begzana. Mirë se erdhët. Juftoj të uleni. Ullën e këtu në koltuk. Dhe ndërkohë, po, mund të uleni. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje, ju faleminderit gjithë. Mirë se erdhët. Sepse ne dim që ju keni një problem shumë të madh për cilin keni ardhur sot edhe do t'i flasim të gjitha këto, po përpara kësaj unë do lexoj historinë tuaj një herë. Faleminderit. Faleminderit të gjithë. Ju falenderoj unë ju. Tani do lexoj historinë tuaj që i gjithë publiku ta njohë për çfarë do flasim ne sot. Denisa dhe Simoni ishin fare të rinj kur u njohën. U dashuruan dhe vendosën të lidhnin jetën së bashku. Ajo ishte nga Delvina, ndërsa ai nga Dëmblani, fshati i vogël i Tepelenës, ku edhe hodhën themelet e para të familjes së tyre të re. Në 2018 erdhi në jetë vajza e tyre e parë, Desila, si një ëngjëll që do t'u ndryçonte shtëpinë e do t'i nxiste të rendin drejt një jete më të mirë. Një vit më pas, Simoni dhe Denisa e lan pas fshatin e tyre. Erdhën në Tiranë, në një shtëpi me qera, me shpresën që do të kishin mundësi të reja. Ardhja në jetë e dy voglushve, Seid dhe Eldisa, u dha një gëzim të ri. Derisa kuptuan se në sytë e tyre të bukur e të qeshur, kishte një problem. Të vegjlit, ndërsa mësuan të ecnin, nisën të përplaseshin me sende, rrëzoheshin shpesh, e nuk gjenin dot drejtimin e prindërve kur i thërrisnin. Pas shumë kontrolesh, mjekët dhanë lajmin që u shëmbi botën dy prindërve. Seidi sheh vetëm 5%, ndërsa Eldisa vetëm 2.5%. Të dy fëmijët u diagnostikuan me një sëmundje të rrallë dhe shumë të rëndë të syve. Një sëmundje që përparon shpejt dhe që mund t'u marrë shikimin përgjithmonë. Për Simonin kjo ishte një plagë që hapej sërish. E kishte parë këtë errësirë më parë tek babai i tij, që kishte humbur shikimin nga njëri sy në moshë të re. Por nuk e kishte imagjinuar kurrë që e njëjta gjë do i ndodhte tek fëmijët e tij të vegjël. Çdo mëngjes fëmijët zgjohen duke kërkuar babin. Nuk e shohin, por ndjejnë praninë e tij. Zgjatin duar derisa gishtat e tyre të vegjël prekin fytyrën e tij të lodhur, të lagur nga lotët. Babi ku je? Nuk shoh, i thot Seidi. Zëri i tij i vogël qëllon në zemrën e Denisës dhe Simonit si shigjet. Tani Denisa dhe Simoni përballen çdo ditë me frikën se fëmijët e tyre do të rriten pa parë fytyrat e prindërve, pa parë dritën e diellit, qiellin apo çdo gjë tjetër. Fatmirësisht mjekët thonë se ka një shpresë, një mundësi për trajtim jashtë vendit, por koha është e shkurtër dhe nuk pret. Simoni dhe Denisa nuk kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet. Çdo ditë është një betejë me kohën dhe pa mundësin. Nëse nuk trajtohen jashtë vendit, fëmijët do ta humbasin plotësisht shikimin. Ata lutën për të çuar fëmijët jashtë, për t'i shpëtuar nga errësira që po afrohet me hapa të shpejtë. Ata kanë nevojë për ndihmë, që Seidi dhe Eldisa të mund të shohin dritë, të jetojnë jetën me të gjitha ngjyrat e saj. Ne këtu në studio jemi me gjyshrit. Me gjyshin dhe gjyshen e dy të vegjëlve që kanë probleme me shikimin. Përpara se të flasim me ta, do të shohim fillimisht këtë klip. Unë se gjyshe, me shpirtin në zemrë. Po shu djalin e nusën që
i marrin në krah. Zemra kur i shoh këta fëmijë, të dy. I marrë në krah dhe asë më flasin asë më dhejnë. Edhe vetëm nuk i ledo që vriten për klasën. Do një shoqërus. Ata janë zemra imi. I mjalti të ata janë. Do jepja jetë për të dy. Sytë e minja vetëm të janë mirë ata dy. Unë duaj që të më shrojnë fëmija. Unë duaj të bëjnë si shokët edhe ata. I lutem Zotit të më ndihmoj. Dhimbja e madhe e dy gjyshërve që flasin për nipin dhe për mbesën e tyre, një dhimbje që e kanë përjetuar edhe më parë në familjen e tyre, por tash është tek të vegjëlit e familjes është akoma më e dhimbshme. Po natyrisht dhimbja është shumë e madhe për prindrit e dy fëmijëve, të cilët tani do t'i ftojnë në studio. Mirëpresim Denisën dhe Simonin. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë se erdhët. Ju sot keni ardhur të gjithë, familjarisht për të treguar këtë pjesë të historisë tuaj edhe për të kërkuar ndihmë për dy fëmijët tuaj. Po dua ta diskutojmë bashkë për të njohur edhe të gjithë shqiptarit me historinë tuaj edhe më herët, në momentin që ju e keni kuptuar që diçka nuk shkonte. Simon, si kanë qenë ato shenjat e para? Rat parë, dua të përshëndes të gjithë si staf Fundacioni Fides, veçanti Elvis Naçin. Jam shumë mirënjohës. Momentesh shumë të vështira për një prind. Cilat ishin ato shenjat e para? Çfarë dallove në fillim tek fëmia më i madh dhe më pas i pe shenjat përsëritura tek fëmia tjetër?